Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Gripi i shpendëve po shkakton dëme të konzervueshme në stabilimentet e rritjes së pulave në vendin tonë, por sipas Ministrisë së Bujqësisë situata është në kontroll dhe në vend nuk ka vend për panik nga ana e konsumatorëve shqiptar. Sëmundja e influencës aviare tipi H5N1 apo e quajtur ndryshe gripi i shpendëve është prezent në vendin tonë dhe ka prekur një stabiliment në qarkun e Durrësit. Ministria e Bujqësisë bën me dije se janë marrë masat në mënyrë të menjëhershme pas njoftimit të drejtorisë rajonale të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Tiranë për të izoluar rastin dhe për të parandaluar përhapjen e tij. Burime nga ky institucion theksojnë se rezultojnë 69.000 pula të asgjësuara të konstatuara me grip në subjektin Reas SHPK me vendodhje në fshatin Maliq Muço, njësia administrative Rashbull, dhe bëhej fjalë kryesisht për shpend që ishin në fund të ciklit të tyre të prodhimit. Po ashtu theksohet se janë 250.000 kokra vezë, të cilat janë gjetur në datën 3 mars në këtë stabiliment, kur dhe është njoftuar për përhapjen e gripit të shpendëve, të cilat janë bllokuar dhe do të asgjësohen nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Ministria e Bujqësisë siguron konsumatorët se asnjë nga këto produkte nuk del në treg dhe se është kontrolluar i gjithë segmenti i tregut për vezët e prodhuara në këto data. Ndërkohë autoritetet janë në gatishmëri në mënyrë që të kenë situatën në kontroll dhe të parandalojnë përhapjen e gripit të shpendëve. Autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve ka njoftuar gjithashtu 68 subjektet e mbarështimit të shpendëve, të cilët duhet të marrin masa për biosigurinë në stabilimentet e tyre, si dhe ka njoftuar shërbimin veterinar rajonal në rang vendi për rritjen e vigjilencës dhe monitorimin e situatës. Kjo sëmundje ka shkaktuar dëme masive në Shqipëri në vitin 2022 në një numër të lartë shpendësh shoboresh për prodhim, si dhe atyre të egër. Vendor ka numrin më të lartë të ankesave për procedurat tenderuese. Në buletinin e muajit janar të Komisionit të Prokurimit Publik janë regjistruar rreth 67 ankesa nga operatorët ekonomik në vendin tonë. Në janar, Komisioni i Prokurimit Publik regjistroi në total 67 ankesa nga operatorët ekonomik, por referuar buletinit mujor, 66 ankesa janë për procedurat të prokurimit publik dhe një është për procedura ankandi, ndërkohë për ankesat sipas fazës së procesit, për të cilën është paraqitur ankimi, 47 janë për vlerësim ofertash dhe 20 janë për dokumente standarde të tenderit. Referuar ankesave sipas llojit të kontratës janë kategorizuar në 31 për mall, 23 për shërbime dhe 13 për punë publike, por cilat janë ankesat sipas llojit të autoritetit kontraktor. Referuar buletinit mujor të Komisionit të Prokurimeve Publike, 26 ankesa janë të drejtuara nga institucionet të pushtetit vendor dhe 10 nga institucionet të pushtetit qendror, 23 të tilla nga shoqëria aksionere dhe 5 ankesa janë të drejtuara nga institucionet të pavarura. Gjatë muajit janar, nga vendimarrja e Komisionit të Prokurimeve Publike, janë depozituar në buxhetin e shtetit 14.8 milion lek. Tarifa financiare të arkëtuara si garanci për procedura prokurimi janë rreth 17.5 milion lek, ndërsa tarifa financiare të kthyer nga operatorët ekonomik në përfundim të shqyrtimit të procedurave të prokurimit janë 13.1 milion lek. Jo të gjitha ofertat e furnizuesve të energjisë elektrike mund të jenë publike. Ky është ndryshimi që Enti Rregullatori i Energjisë ka bërë për publikimin e ofertave në platformën e krahasimit të çmimeve në vendin tonë. Enti Rregullatori i Energjisë ka ndryshuar vendimin që detyronte të gjithë furnizuesit e energjisë elektrike të publikonin ofertat e tyre në platformën e krahasimit të çmimeve. Ndryshimi erdhi pas kërkesës së një prej furnizuesve privat, teksa sipas vendimit të ri, vendosen kritere mbi kategorinë e furnizuesve që duhet të publikojnë ofertat në platformën e ngritur nga Enti Rregullatori i Energjisë. Me ndryshimet e miratuara, detyrimin për publikimin e ofertave të furnizimit me energji elektrike në platformën e krahasimit të çmimeve do e kenë vetëm të licencuarit që janë aktivisht të angazhuar në veprimtarinë e furnizimit në tregun e lirë për konsumatorët familjar dhe jo familjar të vegjël, me një konsum vjetor të pritshëm më pak se 100.000 kWh. Praktikisht vendimi i ri sill dallimin mes furnizuesve aktiv dhe atyre jo aktiv, si dhe vendos kufizimin mbi konsumin vjetor të klientëve për të cilët ata ofrojnë shërbim. Një furnizues aktiv do të konsiderohet çdo shoqëri e licencuar në këtë aktivitet, e cila ofron shërbime të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët, si biznese apo familje, dhe është aktivisht e angazhuar në tregun e energjisë. Në vendim mere specifikon se vendimi i ri është bazuar në opinionin e shoqatës rajonale të rregullatorëve të energjisë, sipas të cilit publikimi i ofertave në platformën e krahasimit të çmimeve është një e drejtë për konsumatorët fundor, por mund të jetë ndërlikuar për publikimin e ofertave për klientët e lidhur në nivelin e tensionit të lartë.
Platforma e ere është ngritur në kuadër të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, ndërsa detyrimi për publikimin e ofertave ka si qëllim rritjen e transparencës së tregut dhe përmirësimin e përvojës së konsumatorit në tregun e lirë të energjisë. Kjo ndihmon klientët në zgjedhjen e furnizuesit të energjisë elektrike në mënyrë transparente, duke ju mundësuar të krahasojnë ofertat e mundshme nga furnizuesit me pakicë të energjisë elektrike. Pazari i ri, sheshi Italia, por edhe rruga e Kavajës janë tre zonat më të zhurmshme të kryeqytetit. Kjo është një prej gjetjeve në raport publikuar nga Koplan me fondet e qeverisë suedeze. Nivelet e zhurmës janë problematike në disa zona me trafik të lartë dhe aktivitet ekonomik intensiv, teksa zonat më të ndikuara përfshin Pazarin e ri, sheshin Italia dhe rrugën e Kavajës, ku nivelet e decibelve shpesh i kalojnë kufit e rekomanduar për një mjedis të shëndetshëm. Kjo është një prej gjetjeve në raportin vjetor Cilësia e ajrit dhe ndotja akustike, i hartuar nga organizata Koplan me fondet e qeverisë suedeze. Për të kryer monitorimin u përzgjodhën 13 stacione në unazën e vogël të Tiranës, teksa matjet u kryen përgjatë periudhës gusht-dhjetor 2024, duke mbuluar 3 sezone të ndryshme, verën, vjeshtën dhe fillimin e dimrit. Sipas raportit, kjo periudhë kohore lejon një vlerësim të ndotjes së ajrit dhe ndotjes akustike në varësi të faktorëve sezonal, si ndryshimet në temperaturë, rreshtit, lëvizshmëria e popullsisë dhe aktivitetet ndërtimore. Përveç zonave të mësipërme, disa nga pikat e monitoruara përfshin kryqëzimin e 21 dhjetorit, rrugën e Kavajës, zogun e Zi, sheshin Skënderbej, piramidën, sheshin Italia, shkollën Mihajl Grameno, rrugën Bardhyl e të tjerë. Matjet janë kryer në 6 raunde të ndryshme dhe për secilin prej tyre ka luhatje të rezultatave. Për shembull, në raundin e parë, sheshi Italia ka nivelin më të lartë të ndotjes akustike me 72.2 decibel, duke treguar se kjo është një nga zonat më të zhurmshme të matura, ndërsa në raundin e dytë, Treni dhe Pazari i ri janë ndër zonat më të zhurmshme, me nivele që arrin deri në 66.8 decibel dhe 67.5 decibel, duke theksuar ndikimin e lartë të trafikut dhe frekuencës së vizitorëve. Sipas raportit, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj ndotjes akustike mund të ketë efekte negative në shëndetjen e banorëve, duke shkaktuar stres, lodhje kronike, vështirësi në përqendrim, probleme të dëgjimit dhe çrregullime të gjumit. Për këtë arsye kërkohet marrja e masave për reduktimin e nivelit të zhurmave, por edhe ndotjes së ajrit, veçanërisht nëpërmjet shtimit të sipërfaqeve të gjelbra aktive, mbjelljes së bimësive autoktone që arrin të absorbojnë më tepër ndotës, si dhe stimulimin e fasadave të gjelbërta apo gjelbërimit vertikal. Gjatë një takimi me gra dhe vajza nga e gjithë vendi, kryeministri i vendit Edi Rama i vlerësoi ato për rolin e rëndësishëm në integrimin e vendit drejt të Bashkimit Evropian. Me rastin e festës së 8 marsit, kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim me gra dhe vajza për të treguar se ato janë një fuqi e madhe që po rriten gjithmonë më shumë në vendimarrje, duke ndikuar dhe në ekonominë e vendit. Rama foli dhe për integrimin në Bashkimin Evropian, ku Shqipëria është më afër se kurrë për t'u antarësuar. Sepse hyrja në Bashkimin Evropian nuk varet vetëm nga ne. Dhe ju e keni parë, e keni ndjekur. Ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë dhe më përpara, po dilte njëri e dilte tjetri dhe na pengonin. Jo po kjo, jo po ajo. Sot janë përputhur gjërat dhe sa duam ne të hymë, ai duan dhe ata që na fusin brenda. Por kjo nuk është e thënë drejt aty për gjithmonë. Kjo është koha që ne të shfrytëzojmë të mundësi. Dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian, në radhë parë, të gjitha ju, të gjitha nënat e këtij vendi do të garantojnë për djemtë e tyre, për vajzat e tyre, diçka që garantohet vetëm duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Duke mbajtur fokusin e fjalimit për antarësimin drejt Bashkimit Evropian, kryeministri Rama tregoi se vendi do të ketë një sër përfitimesh pas integrimit. Momenti që ne hymë në Bashkimin Evropian, përveç buxhetit, nga të ardhurat, nga taksat dhe nga ato pak ndihma, ne do kemi një buxhet tjetër, që do të jetë buxheti i vendit përfitues. Dhe këtë do ta kemi sa po bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Eurostat, kryqëzuara me ato të Instatit në Shqipëri, numri i grave të përfshirë në postet parlamentare është mbi mesatarin e Bashkimit Evropian, ndërkohë që Parlamenti Evropian ka 50 gra përfaqësuese. Një raport i publikuar nga Eurostat ka treguar përqindjen e grave që mbanin poste parlamentare në disa shtetet e Europës.
Referuar këtyre të dhënave në vitin 2024, gratë mbanin 1/3 ose rreth 33.4% të vendeve në parlamentet kombëtare në gjithë Bashkimin Evropian, duke shënuar një rritje prej 5.6% krahasuar me vitin 2014. Sipas këtij raporti, Suedia me 45.6%, Finlanda me 45.5% dhe Danimarka me 44.7% kishin përqindjet më të larta të përfaqësuesve femra. Në Shqipëri numri i grave të përfshirë në postet parlamentare nuk është aq i lartë krahasuar me këto vende, por rezulton të jetë mbi mesataren europiane. Numri përfaqëson një rritje të konsiderueshme krahasuar me periudhat më të hershme, duke pasqyruar përpjekjet për të arritur më shumë barazi gjinore në politikë. Parlamenti shqiptar ka 50 gra përfaqësuese, çka do të thotë se ajo është i përbërë nga 35% femra. Gjatë historisë, statistikat tregojnë se numri më i madh i femrave në parlament është arritur pas zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit të vitit 2009, kur të gjitha partitë politike janë përfaqësuar nga 23 deputete femra. Ndërkohë në periudhën 2021-2023, Shqipëria është përfaqësuar nga 39 deputete që përbëjnë rreth 30% të gjithë deputetëve. Në Shqipëri ka patur një trend pozitiv për të inkurajuar përfaqësimin e grave në politikë dhe ekzistojnë ligje që favorizojnë këtë proces, duke përfshirë kotat gjinore që sigurojnë një përfaqësim minimal për gratë në listat zgjedhore. Kjo përqindje është e vogël krahasuar me shtetet më të zhvilluara, por duke parë disa vende të tjera duket një bilanc tepër pozitiv. Italia ka një përqindje më të ulët të femrave në parlament krahasuar me Shqipërinë, ku vetëm 33.8% e parlamentit italian përbëhet nga femrat. Në të kundërt në Europë, Hungaria ka 14.6% në qeverinë e saj kombëtare, Rumania kishte 19.5% dhe Kipro 14.3% femra deputete. Sipas shifrave zyrtare, femrat në Shqipëri janë më të prirura për të qenë më të varfra se meshkujt. Treguesi i rrezikut për të qenë i varfër në vend është 20.2% për femrat dhe 19.3% për meshkujt. Instat ka publikuar para disa kohësh të dhënat për sa i përket nivelit jetesës dhe rrezikut për të qenë të varfër. Këto statistika tregojnë qartë se në Shqipëri femrat janë më të prirura për të qenë të varfra se sa meshkujt. Sipas shifrave, treguesi i rrezikut për të qenë të varfër në Shqipëri është 20.2% për femra dhe 19.3% për meshkujt. Nëse analizojmë të dhënat sipas grup moshave, shohim se gjatë vitit 2023, për grup moshën 0 deri në 17 vjeç, femrat kishin një rrezik për të qenë të varfra të vlerësuara në 27.3%, ndërsa meshkujt 25.7%. Të dhënat e tjera tregojnë se grup mosha nga 18 deri në 64 vjeç, e cila përfshin dhe pjesën më aktive në tregun e punës, sërish nuk favorizon gratë, pasi femrat kanë një rrezik për të qenë të varfra prej 19.6%, ndërsa burrat në 18.8%. Ky raport krahasuar me vitet 2020 dhe 2022 ka pësuar një ndryshim pozitiv për femra duke ngushtuar diferencën mes gjinive, por sërish shifrat janë në favor të meshkujve. Ky përmirësim mund të lidhet me faktin se sipas statistikave, vajzat janë më të shkolluar se djemt, çka u afron atyre një mundësi më të mirë punësimi. Nga ana tjetër, të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave në publikimin mbi tregun e punës për vitin 2023, si të dhënat e fundit, tregojnë se ndeku gjinor në paga 7%. Pra meshkujt në Shqipëri kanë një pagë mesatare mujore bruto 7% më të lartë se sa femrat. Krahasuar me vitin 2022, ky tregues rezulton të jetë rritur sërish. Nga ana tjetër, sipas dhënave më të fundit publikuara nga Eurostat, gratë në Bashkimin Evropian fitojnë rreth 12% më pak se meshkujt. Tregues të shumë nxjerrin në pa vazhdimsinë e pabarazive ekonomike midis grave dhe burrave, duke i bërë këto diferenca të dukshme dhe të pamohueshme. Edhe pse Europa ka nivelin më të lartë të barazisë gjinore ndër rajonet analizuara në raportin global të hendekut gjinor të Forumit Ekonomik Botror, ajo nuk i shpëton sfidave të pabarazisë ekonomike. Sipas Eurostat, në vitin 2023, gratë në Bashkimin Evropian fituan mesatarisht 12% më pak se burrat. Kjo do të thotë se për çdo 100 euro të fituara nga burrat, gratë merrnin vetëm 88 euro. Në një krahasim me dekadën e mëparshme, hendeku gjinor i pagave në Bashkimin Evropian ka shënuar një rënje nga 16% në vitin 2013 në 12% në vitin 2023. Hendeku i paregulluar i pagave gjinore përfaqëson diferencën midis të ardhurave mesatare bruto për orë të burrave dhe grave, e shprehur si përqindje pagës mesatare bruto për orë të burrave. Ky tregues përfshin ndërmarrjet me të paktën 10 punonjës. Disa vende të Bashkimit Evropian vazhdojnë të kenë pabarazi më të theksuara në paga. Në Letoni, gratë fituan vetëm 81 euro për çdo 100 euro të fituara nga burrat, ndërsa në Austri dhe Çeki ky raport ishte 82 euro. Kur analizohen pagat mujore, këto pabarazi bëhen edhe më të dukshme. Për shembull, në Austri, me një pagë mesatare prej 2000 euro, gratë fituan 360 euro më pak se burrat çdo muaj.
Nga ana tjetër, Luksemburgu doli si një përjashtim pozitiv, ku gratë fituan mesatarisht 101 euro për çdo 100 euro të fituara nga burrat, ndërkohë Belgjika, Italia dhe Rumania kishin një hentek pagash më të vogël se 5 euro, duke i rënditur ndër vendet më të favorshme për gratë. Bashkëpunimi tregtar mes Shqipërisë dhe Turqisë është në nivele shumë të mira. Ky është vlerësimi që bën drejtuesi i Mosaid Albania, i cili shkon vendin tonë si mundësi shumë të mirë për të bërë investime të mëdha. Në kuadër të muajit të madhërisëm të Ramazanit, Mosaid Albania shtron iftarin e parë si një paraardhës i organizimit më të madh të forumit të biznesit, i cili do të zhvillohet në qershor të këtij viti. Sipas kryetarit të Mosaid Albania, Muhamet Ishler, ky iftar do të shërbejë dhe për të afruar më tepër komunikimin në samitin e biznesit në qershor. Si Mosaid Albania bashkë edhe me tregtarët që ndodhen këtu, do të kemi mundësinë që të zhvillojmë tregti dypalçe dhe të japim një zhvillim sa më të mirë si për Shqipërinë, por edhe për Turqinë në fushën e tregtisë. Shqipëria është një vend i zhvilluar, është një yll që në Ballkan përfaqëson zhvillim të lartë dhe ne të gjithë jemi të interesuar që të kemi zhvillime dhe të rrisim ekonominë shqiptare këtu ku jemi. Investimet dhe tregtia janë një nga bashkëpunimet më të mira mes dy shteteve. Sipas kreut të Mosaid Invest, fokus i investimeve do të jetë energjia e riciklueshme, ndërtimi dhe turizmi. Mosaid në Turqi është një ortak dhe bashkëpunëtor të rëndësishëm Mosaid Albanian, dhe ne jemi këtu që të rrisim zhvillime tregtare dhe ekonomike mes dy shteteve, Turqi-Shqipëri. Në samitin e para 6 muajve, ne i dhamë fjalën kryeministrit Edi Rama, ku do të jemi investime serioze në shtetin shqiptar. Për të mbajtur fjalën, ne po mundohemi dhe kemi bërë disa takime të rëndësishme sa i përket energjisë riciklueshme, të turizmit dhe ndërtimit. Mosaid Albania është një ndër filialet më të suksesshme. Kemi arritur të jemi 94 antar dhe është e rëndësishme duke pasur që Mosaid është me 97 filiale në mbar botën, sot ne jemi nga filialet më të suksesshëm sa i përket Mosaidit në tërë botën dhe kemi marrë goxha vlerësime edhe nga Mosaidi në Turqi. Puna jonë do të vazhdojë, normalisht detyra ime kryesore është që të interesohem, të jem afër antarëve, të jem afër palës shqiptare dhe bizneseve turke këtu në Shqipëri. Kështu që do mundohemi të japim maksimalen për thithjen e biznesmenëve tuaj, kryesisht turq nga gjithë Europa dhe bota, që të investojnë në këtë shtet që e ka bekuar Zoti. Edhe më tepër investime strategjike do të zhvillohen në Shqipëri nga Mosaid, por këto do të shpalosen në forumin e biznesit, i cili do të organizohet mes dy shteteve, Turqisë dhe Shqipërisë. Ndërkohë, Norvegjia ka shtuar ndjeshëm mbështetjen financiare për Ukrainën duke shpenzuar fonde në total për 7.8 miliardë dollarësh, ndërkohë që vendi nordik ka shtuar fitimet e mëdha nga shitja e gazit i lëngshëm natyror drejt Bashkimit Evropian. Norvegjia do të dyfishojë mbështetjen financiare ndaj Ukrainës këtë vit duke rritur gjithashtu shpenzimet e saj të mbrojtjes. Norvegjia është shtëpia e fondit më të madh të pasurisë sovrane në botë, me asete prej 1.8 trilion dollarësh, ka shënuar të ardhurat në rritje nga shitja e gazit në Evropë si rezultat i luftës në Ukrainë. Ndaj vendi përballet me presion të brendshëm e të jashtëm për të rritur ndihmën e vet. Qeveria dhe liderët e opozitës ranë dakord për të rritur fondet e këtij viti për Ukrainën në 7.83 miliard dollar, nga një plan i rënë dakord në nëntor prej 3.25 miliard dollarësh nga kryeministri i Partisë Laboriste, Jonas Gahr Store. Lëvizja e Store shënon shembullin më të fundit të një vendi evropian që përpiqet të rrisë shpenzimet e mbrojtjes dhe mbështetjen për Ukrainën, pasi presidenti Donald Trump ngriu ndihmën ushtarake të SBA-s për Kievin. Norvegjia nuk është në Bashkimin Evropian, por është pjesë e NATO-s. Kombi nordik tani përballet me situatën më serioze të sigurisë për vendin tonë, që nga lufta e dytë botërore, tha Store. Ditët e fundit politikanët norvegjez kanë debatuar se sa duhet të shpenzojë Oslo për Ukrainën, duke pasur parasysh rënien e mbështetjes së SBA-s për Kievin dhe faktin që fqinjët e Norvegjisë si Suedia dhe Danimarka deri më tani kanë kryer donacione më të mëdha. Partia opozitare norvegjeze e mbështeti vendimin dhe tha se mund të konsiderohen rritje të mëtejshme më vonë gjatë vitit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë që të vendosin tarifa për anjet kineze që të ndërtohen nga Pekini dhe që akordohen në portet e gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të vendosin tarifa për ankorimin në portet amerikane për anijet e ndërtuara në Kinë ose me flamur kinez dhe do të shtyjë aleatët të veprojnë në mënyrë të ngjashme ose të përballen me masa. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po harton urdhrin ekzekutiv në një përpjekje për të nxitur ndërtimin e anijeve vendase dhe për të dobësuar dominimin e Kinës në këtë industri. Kontrollimi në rritje i deteve nga ana e Kinës dhe zvogëlimi i gatishmërisë detare amerikane është një çështje e rrallë ku shihet konsensus midis ligjvënësve republikan dhe demokrat të SBA-s. Ndërtuesit e anijeve kineze përbëjnë më shumë se 50% të gjithë kapacitetit të ngarkesave të anijeve tregtare të prodhuara globalisht çdo vit, nga vetëm 5% në vitin 1999, sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Ky fitim erdhi në kurizë të ndërtuesve të anijeve në Japoni dhe Korenë e Jugut. Ndërtimi i mjeteve lundruese në SBA arriti kulmin në vitet 1970 dhe tani përbën një pjesë të vogël të prodhimit industrial. Projekturdhri ekzekutiv propozon që duhet të vendosen tarifa për çdo anije që hyn në një port të Shteteve të Bashkuara, pavarësisht se ku është ndërtuar, nëse ajo anije është pjesë e një flote që përfshin anije të ndërtuara në Kinë ose me flamurinë e saj. Dokumenti rrjedh nga propozimi i zyrës së përfaqësuesve të tregtisë së SBA muajin e kaluar për të vendosur tarifa deri në $1.5 milion për anijet e ndërtuara nga Kina që hyn në portet e SBA-s pas një hetimi mbi dominimin në rritje të Kinës në këtë sektor. Plani mund të shkaktojë kosto të konsiderueshme për transportuesit kryesor të kontejnerëve, duke përfshirë Costco në Kinës, MSC të Zvicrës dhe Maersk të Danimarkës, si dhe për operatorët e anijeve që transportojnë ushqime, karburant dhe automjete. Edhe pse në një rebesht rritjes së tarifave nga ana e SBA-s, Kina ka vendosur objektiva ambicioz për vitin 2025, ndërkohë që qeveria kineze ka shpallur ambicien e saj për një rritje ekonomike prej 5% për gjatë gjithë vitit 2025. Kina ka vendosur objektivin e saj të prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2025 në rreth 5%, një shifër e cila u zbulua nga kryeministri Li Qiang në seancën hapse të Kongresit Kombëtar Popullor në Pekin. Li njoftoi objektivin e rritjes në raportin vjetor të punës së qeverisë, i cili gjithashtu përvijoi planet për të stabilizuar rritjen ekonomike, duke nxitur kërkesën e brendshme dhe duke krijuar 12 milion vende të reja pune urbane, shkruajnë mediat e huaja. Ekonomistët besojnë se objektivi i rritjes prej 5%, i cili është në përputhje me shifrën e vitit 2024, do jetë sfidues. Objektivi është shumë ambicioz, vlerëson Alicia Garcia Herrero nga Banka e Investimeve Natixis. Ajo tha se ishte e paarritshme pa një stimul më të madh, veçanërisht në dritën e tarifave të rritura nga SBA. Të javë Trump dyfishoi tarifat për shumicën e mallrave kineze në 20%, me disa tarifa që arritën në 45%. Tarifat fillestare, të cilat hynë në fuqi në 4 shkurt, vu në lëvizje tarifa për $1.4 trilion mallra të importuara. Kjo është më shumë se trefishi mallrave të huaja me vlerë $380 miliard, që u goditën me tarifa gjatë mandatit të parë të Trump, sipas vlerësimeve nga Fondacioni i Tatimeve. Kina është hakmar me një taks 15% për disa lloje të qymyrit dhe gazit natyror të lëngshëm dhe një tarif 10% për naftën bruto, makineritë bujqësore, makinat me zhvendosje të madhe dhe kamionët. Ajo pritet të hakmeret sërish, megjithëse Trump në komentet në Shtëpinë e Bardhë tha se nuk priste që Kina të hakmerej shumë. Para se të bëhej president, Trump premtoi një tarif prej 60% për të gjitha mallrat kineze, kështu që niveli tarifave mund të rritet ende. Një gjykat në Gjermani ka vendosur në favor të kompanisë Moderna që u ankuar se gjigantët BioNTech dhe partnerit saj amerikan Pfizer kanë përdorur pa leje patentën e saj në zhvillimin e vaksinës së COVID-19. Kompanitë bioteknologjike gjermane BioNTech dhe partneri i saj amerikan Pfizer kanë përdorur pa leje pronën intelektuale të Modernas gjatë zhvillimit të vaksinës kundër COVID-19 dhe duat t'i paguajnë asaj një kompensim. BioNTech dhe Pfizer ka shkelur të drejtat e patentave të Modernas gjatë zhvillimit të vaksinës kundër COVID-19, ka vendosur në gjykat një $40 dhe ata duhet të paguajnë një kompensim të përshtatshëm. Vendimi përfshin gjithashtu kërkesën për BioNTech dhe Pfizer që të dorëzojnë informacion mbi të ardhurat nga përdorimi i patentës. Moderna, e cila ka selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dorëzuar kërkesën për informacion dhe dëm shpërblim për shkeljen e të drejtave të saj të patentave në zhvillimin e vaksinës kundër COVID-19. Gjykata rajonale në Düsseldorf ka vendosur në favor të Modernas, tha një zëdhënëse, shkruan Reuters. Kompanitë akuzuara kanë pohuar se Moderna në një njoftim për shtyp në tetor të vitit 2020 lejoi përdorimin e patentës.
Sipas pretendimeve të tyre, leja ka qenë e vlefshme deri më 5 maj të vitit 2023, kur Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli se koronavirusi nuk është më një kërcënim për shëndetin publik. Gjykata ka arritur në përfundimin se Moderna në një njoftim për shtyp të publikuar më 7 mars të vitit 2022 ka tërhequr lejen. Prandaj, sipas mendimit të gjykatës, BioNTech gjerman dhe Pfizer amerikan duhet të paguajnë për përdorimin e patentës për 14 muaj pas tërheqjes së lejes dhe jo vetëm nga maj i vitit 2023. Në fund të këtij edicioni kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurime, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.